18 prilli është shpallur ditë ndërkombëtare e monumenteve dhe siteve arkeologjike që nga viti 1982. Tema e aktivit është fatkeqësitë natyrore dhe konfliktet nga këndvështrimi i Kartës së Venecias, e cila thekson nevojën urgjente për të trajtuar pasojat e ndryshimeve klimatike në monumentet historike dhe sitet. Që nga 2023, Këshilli Gjeneral i ICOMOS për 4 vjet të ardhshme deri në 2027 kanë zgjedhur si temë kryesisht konfliktet dhe fatkeqësitë natyrore, rreziqe permanente për kundrejt trashëgimisë kulturore. Pikërisht edhe në Shkodër, ne fatkeqësitë natyrore i kemi pasur të vazhdueshme për vetë pozitën gjeografike të Shkodrës, të cilat kanë impaktuar edhe në trashëgiminë kulturore. Pikërisht 18 prilli synon që të ndërgjegjësoj dhe të rrisë kapacitetet e burimit njerëzor të institucioneve për të parandaluar sa më tepër dëmtimin e mëtejshëm të këtyre pasurive kundrejt fatkeqësive dhe forcave mallore të natyrës. Kjo është një ftesë që bëhet jo vetëm për sa i përket mbrojtjes së tyre, por edhe promovimi dhe vizitueshmëria e këtyre siteve. Objektivi i këtij 18 prilli është të ndërgjegjësojë njerëzit dhe bashkësitë lokale të vlerësojnë trashëgiminë kulturore dhe ta ruajnë nga fatkeqësitë natyrore. Pikërisht Xhamia e Plumit është një ndër objektet bashkë me rënorat e kishës së Shënqerzit dhe Bakut në Shirë, që janë ndoshta 2 nga monumentet të cilat mund të lidhen specifikisht me tematikën e kësaj dite, pasi për vetë pozicionin e tyre kanë patur herë mas here problematika me përmytjet, dhe pikërisht projekti që po hartohet dhe po zbatohet në Xhaminë e Plumit, që është tashmë në fazën e vet përfundimtare. Kjo është një shembull i mirë për të përmendur si një objekt që tashmë ka hyrë në rrugën e dur për të mbrojtur nga fatkeqësitë natyrore dhe forcat mallore të natyrës, të cilat herë mas here kanë shfaqur problematikën në këtë territor. Në kuadër të kësaj dite, gjithë muzeet janë të hapur dhe hyrja është e lirë për vizitorët si një mënyrë për kremtimin e kësaj dite.